Skandali tek Akshi do të marri me çdo kusht. Kush është labi që Ergys Sagasi donte ta emëronte në krye të një kompanie private? Biseda me Alqi Bllakon, mekanizmi që do goditej edhe ish ministri i PS-s. Në dosjen e timore të SPAK, ku godit grupi strukturuar kriminal i Akshit, përshkruhet se si biznesmeni Ergys Agasi, Ermal Beqiri dhe Erion Ismaili, zëvendos drejtori i policisë së Tiranës, kishin planifikuar rrëmbimin e Geron Meçes, pasi ai ishte bërë pjesë nëpërmjet ankimimeve për procedurat e prokurimit të zhvilluara pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Shtetasi Ermal Beqiri, Ergys Agasi dhe Erion Ismaili, në bashkëpunim edhe me persona të tjerë ende të paidentifikuar, kanë planifikuar dhe organizuar rrëmbimin e shtetasit Geron Meçe me qëllim detyrimin e këtij të fundit për tërheqjen nga ankimimet të bëra pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Nga analizimi i dokumentacionit të procedurave të prokurimit, bën të besohet fakti se heqja dorë e këtij shtetasi nga ankimimet e bëra pranë KPP-s do t'i krijonte lehtësira të konsiderueshme shtetasve të sipërpërmendur me qëllim vijimin e aktivitetit kriminal fushën e prokurimeve publike, aktiviteti i cili ishte pezulluar në disa raste për shkak të ankimimeve të bëra pranë KPP nga shoqëria Advanced Business Solution ABC.